Pra vëllezër të ndershëm, për fat të keq, erdhë Hanefit u ndikuan, apo Maturidit u ndikuan nga Esh'arit. Për këtë arsye Hanefit janë di grup. Një grup që i quhet Murxhel Fuqaha, dhe këto janë me grupin e parë, sikurse imami tyre është Ebu Hanife, Nu'man ibn Thabit, i cili e kurrëzoi se veprat e zemrës duan të jenë gjithqish pjesë e imanit. Mirë po i nxorën veprat e gjymtyrave, për ata ulemat i konsideruan si murxhie, nga se fjala murxhie do të thot apo rjedhjen e ka prej di fjalë. Disa kanë thonë se murxhie janë emërtu me këtë emër për çka se fjala irgja do të thot vonim. I kanë vonu veprat e gjymtyrave nga imani. Pra e kanë konsiderua njeriun se është musliman, është besimtar pa vepra. Pra ata i kanë thonë murxhie. Ndërsa komenti dytë kanë thonë e kanë morë emrin murxhie për shkak se shpresojnë njeriu me shpëtu në ahiret pa vepra. Për shkak se shpresojnë që njeriu mund të shpëton ditën e gjykimit para Allahut Azza wa Jall pa e bon asnjë vepër të gjymtyrave. Asnjë vepër të gjymtyrave. E pastaj u ndan dhe murxhiet në 3 grupe që do të flasim inshallah në dersat e ardhshëm, ku do të ketë vendin e përshtatshëm. Ajo që na intereson neve është të dim cili mendimi ehli sunnetit dhe xhamatit mbi çështjen e besimit. Pra cili është besimi minimal. Do të flasim në dersin e ardhshëm për imanin minimal, imanin mesatar dhe imanin maksimal. Do të tregojmë veprat se si ndahet në 3 grupe, cilët janë veprat të cilët pjesa kryesore që ai njeri që si ka ato mos t'i ban që vetës vetë se ai nuk konsiderohet te Allahu, po ka rast edhe në dunja si musliman. Do të flasmi për imanin minimal, do të flasmi për imanin mesatar, dhe do të flasmi për imanin maksimal. Për këtë arsye, sot do të flasmi për shtyllat kryesore të imanit, që do të shifni se ç'na transmetojnë dietarët të cilët e rujtën hadithin e pejgamberit Allahut, po e rujtën imanin para se ta ruajnë hadithin e pejgamberit Allahut. Dhe kjo është dokumenti dhe kjo është argumenti im, të cilën po ja argumentoj, se ulemat e hadithit janë kujdesën të ruajnë çështjen e besimit para se të ruajnë hadithin e pejgamberit Allahut, edhe pse hadithi pejgamberit Allahut nuk është diçka tjetër vetëm besim. Para ta ato transmetojnë ixhma. Çka do të thotë ixhma? Ixhma do të thotë me ra në ujdi të gjithë dietarët e një zamanit se një çështje a kështu. A na lejohet neve ta kundërshtojmë ixhmain? Nuk lejohet, vëllezër të ndershëm. Pse? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall nuk e bashkon ummetin tem në dalalet. Allahu nuk e ban në ujdi të vinë krejt dietarët në ujdi për një çështje vetëm se është hak. Pse? Për çka se s'ka mundësi të binë në ujdi të gjithë dietarë me një çështje, nga se Allahu e ka morë për sipër të arun dinin Allahu. Si arun Allahu? Kur një çështje jo e qëlluar, silen ulemat e një zamanit të binë dakord në atë çështje e të shtramohet feja. Argument për këtë Imam Ahmed ibn Hanbali dhe disa shokët e tij qëndruan kundra shumicës e dietarëve të cilët thanë se Kurani është i krijuar. Ahmed ibn Hanbali u torturua, qëndroi deri në fund që të thotë se Kurani është fjalë e Allahut dhe nuk është i krijuar. Dhe Allahu Azza wa Jall e ngriti islamin dhe iman, e përmisoi këtë çështje me një dietar që i thojnë imami ehli sunnetit, që e mbrojti rrugën e pejgamberit, është Imam Ahmed ibn Hanbali. Pra nuk ranë në ujdi të gjithë dietar me një çështje,
për çka se Allahu Azza wa Jall ja ka bo obligim vetës e ti, që mos t'i len ulemat e një zamanit të bin dakord me një çështje e cila nuk është hak. Gjenerat pas gjenerat, 3 gjeneratat e parë, ran dakord shok të pejgamberit Allah, tabiin dhe tabiin, ran dakord në definimin e imanit, se imanja fjalë dhe vepër. Imani është fjalë dhe vepër. Pra ai që e ka bon veprën pa fjalë, nuk pranohet vepra e tij. Dhe ai cili e bën fjalën, vepra i mungon, nuk i pranohet fjala e tij pa vepër. Do t'rregojmë dersin e ardhshëm, cilët janë veprat minimal që duhet besimtarit i plotson që t'i pranohet fjala e tij. Allahu ka thonë Kurani Kerim, ilej yasadul kalimut tayyibu, te Allah ngritet fjala e mirë. Tregova ndersët e kaluar se kanë ardhur prej komentatorëve të Kurani Kerimit që thojnë, fjala e mirë që është përmend në këtë ajet është për qëllim fjala la ilaha illallah. Ilejhi yasadul kalimut tayyib. Allahu e don këtë fjalë të mirë. Mirë po cëllja asanseri dhe lifti që e ngrit këtë fjalë, thot Allahu në Kurani Kerim, wal amelu salihu yarfa'u. Vepra e mirë e ngrit. Vepra e mirë e ngrit këtë fjalë. S'ka mundësi kjo fjalë të ngritet pa vepër, si kur vepra nuk pranohet pa fjalë.